Po në Shqipëri, Partia Demokratike ftoi sot Partinë Socialiste të Opozitës që të nisin bashkëpunimin për reformën zgjedhore. Kryeministri Sali Berisha tha se majoranca ishte e gatshme që t'i bashkojë një kërkesë të opozitës për të marrë një mendim edhe nga Komisioni i Venecias. Opozita socialiste ka deklaruar se ka mbetur e zhgënjur nga vendimet e kolegjit zgjedhor dhe po studion mundësinë e ankesave në institucione të tjera. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ftoi sot kryetarin e Partisë Socialiste të Opozitës Edi Rama që të nisin bashkëpunimin për reformën zgjedhore dhe miratimin e një serie projektligjesh me 3/5 e votave në parlament për t'i hapur rrugën të ardhmes evropiane të vendit. Dua të ftoj kryetarin e Partisë Socialiste zotin Edi Rama në interesin e tij më të mirë, por dhe të vendit sigurisht, të fillojmë sa më shpejt reformën zgjedhore. Zoti Berisha tha se vendimet e kolegjit zgjedhor pasuruan doktrinën demokratike të zgjedhjeve shqiptare. Ai tha se sistemi zgjedhor funksionoi, por natyrisht ka nevojë të përmirësohet më tej. Ky sistem funksionoi. Ky sistem ka përcej me sukses nga provat më të vështira për çdo vend të zhvilluar, siç është gara kaq e ngushtë. Por ky sistem mund përsoset më tej. Dhe kemi rekomandime për të shqyrtuar. Zoti Berisha tha në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike se në kuadër të kësaj reforme zgjedhore, majoranca është e gatshme të bashkohet një nismë të Partisë Socialiste për të kërkuar mendimet e Komisionit Venecias dhe OSBE-s lidhur me procedurat e zgjedhjeve në Shqipëri. Është bërë fjalë se Partia Socialiste do t'i drejtohet Komisionit Venecias. E përgëzoj dhe e garantoj që Partia Demokratike dhe koalicioni ynë është i gatshëm së bashku me ta të kërkojë mbështetjen e Venecias, sikundër dhe mbështetjen e OSBE-ODIR-it. Partia Socialiste nuk publikoi më vonë një deklaratë nga përfaqësuesit e saj, ndërsa qendrimet e opozitës janë bërë të ditura më herët. Kryetari i kësaj partie, Edi Rama, dhe politikanë të tjerë nga grupi i deputetëve janë shprehur të zhgënjur nga vendimet e kolegjit zgjedhor, i cili sipas tyre nuk bëri drejtësi në rastin e Bashkisë së Tiranës dhe se ata tani do të nisin një aksion të madh popullor për të protestuar. Ata janë shprehur se po studiojnë mundësinë e një procesi tjetër ankesash në gjykatën kushtetuese, prokurori, në Komision të Venecias apo ndoshta edhe në gjykatën e Strasburgut. Të dyja palët po i lexojnë sipas interesave partijake rezultatet e zgjedhjeve në shkallë vendi, ndërsa për Bashkinë e Kryeqytetit vazhduan një fushat 2 mujore me ankesat e shpjegimin në kolegjin zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të japë mandatet këshilltarëve bashkiak të Tiranës, por nëse procesi pengohet nga votat e komisionerëve të majt, çështja përsëri mund të shkojë në kolegj zgjedhor dhe kryetari i ri i Bashkisë Kryeqytetit Lulzim Basha mund të paraqitet para Këshillit të ri bashkiak pas 2 javësh të tjera. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.